vini në një moment që arsimi në Shqipëri ka një problematik të theksuar, duke filluar me një nga betejat e fundit edhe parlamentare, po e ngritur me shumë shqetësim dhe nga sindikatat e mësuesve në lidhje me mohimin, paktën deri para pak ditësh të drejtës së mësuesve kishin me sistemin 3 vjeçar për të përfituar shtesë page sipas kategorisë, gjë e cila prek në mas të madhe mësuesët, po natyrisht edhe nuk njeh vjetërsinë e punës së tyre dhe statut. Si mund ta komentoni këtë çështje? Unë në fakt u habita kur e dëgjova këtë problem, sepse ka qenë një diskutim i cili, me sa mbaj mend, duhet të ketë qenë në 2011, nëse s'ka bëhem për vitin, dhe ose 2010, jo 2011 ishte koha kur ne kishim bërë ndryshimet e ligjit, dhe në qoftë se mbani mend dhe ju se në sistem, gjithmonë si pedagog, si profesor tani, problemi aty ka qenë që me njohjen ekuivalentimin e përkohshëm të formimeve ose të diplomave të mëparshme me sistemin e ri të Bolonjës, ky problem lindi vetvetiu dhe pakti një lloj konfuzioni, dhe sepse në atë kohë problemi ishte akoma më i madh. Pra ne nuk ishim vetëm ata që kishim marrë sistemin 3 vjeçar, dhe në parantezë sistemin 3 vjeçar në atë kohë ishte përpara Bolonjës, pra diplomat, programet e ciklit të ulët ishin për shembull në Universitetin e Elbasanit. Universiteti i Elbasanit i pati hapur i pari, edhe për parashkollorin, ishin diploma para se të fillonte sistemi i Bolonjës. Pra, to ishin programe të universitare, dhe kur u fut sistemi i Bolonjës, ato automatikisht ishin bachelor. Por, ishte edhe një grup tjetër mësuesish, dhe jo më i vogël, ndoshta edhe më i madh, tani flasim për para 14 viteve, që kishin studuar në institutet e larta pedagogjike. Dhe aty kishte edhe 2 vjeçar, kishte edhe 3 vjeçar. Dhe në atë kohë morën një vendim në qeveri që të gjithë këta do të trajtohen, në fakt ta kishin studiuar arsim të lartë pedagogjik. Dhe ky ishte një model i cili nuk ishte vetëm në Shqipëri, ishte në shumë vendet e Europës. Dhe përjelloi, u muar ky vendim dhe u ka përcye vështirësi, dhe tani pas ka rilindur dhe më bëhet qefit në kuptimin i përgëzoj që me se duket palët edhe në Komisionin e Edukimit kanë arritur një dakordsi, dhe siç e pash unë atë propozimin e ligjit, vjen me dakordsi nga Komisioni i Edukimit dhe është mirë që të kaloj. Kjo është një zgjidhje e drejtë. Ky është një cikël studimesh i parashikuar për këtë nivel të arsimit parauniversitar, dhe ata duhet trajtohen në mënyrë të drejtë. Kjo është një zgjidhje e mirë. Arsimi parauniversitar duket se ka hyrë në një cikël krize të vazhdueshme, e cila reflektohet edhe nga rankimet ndërkombëtare. Kam parasysh rankimin e famshëm të PISA-s, i cili në 2018 e kishte rankuar në vend të 61 nga 80 vende, dhe në 2022 kishim rënë një vend akoma më shumë, dhe ishim pozicionuar në vendin e 62 nga 80 vende, duke lënë mbas vetëm Kosovën në rajon. Kush mendoni se janë, të themi, themra e akilit apo pika e dobët e arsimit parauniversitar? Themra e akilit, profesor Iliri, është çështja se arsimi nuk është prioritet në Shqipëri. Kjo është themra e akilit. Po të jeni një vështrim që në 2013 në mbrapa, çfarë ka ndodhur në Shqipëri? Ju jeni në botën akademike, jeni në media. Dhe po të bëni unë jeni në shkencët politike, unë uroj që studiuesit e shkencave politike ta zbardhin, ta studiojnë dhe ta studiojnë thellësi. Në 12 vjet, në vitin 13, Shqipëria ka pasur prioritete krejt tjera. Dhe cilat janë këto prioritete? Por fat keq. Fat i keq ose nuk është edhe fat i keq, po natyrisht për të konsoliduar një demokraci duhet të konsoliduar sistemin e së drejtës, së drejtësinë, patjetër. Por unë nuk e kuptoj se si një vend mund të merret 12 vjet
vetëm me drejtësinë, me policinë dhe me burgjet. Nuk e di ka vërive për shtypje. Kemi numri më të madh të paraburgosëve në botë. Po sigurisht kemi, por dhe aty ka qenë gjithë fokusi. Pra, por në fundit, kjo është ana represive një shteti. Natyrisht është keq për një demokraci, për zhvillim qëndrueshëm, për zhvillim afatgjatë, do të kesh një sistem konsoliduar të së drejtës për një shoqëri demokratike. Por që të fokusohesh 3 mandate vetëm në këtë dhe të ignorojë çdo gjë tjetër. Është ignoruar. A mendoni profesor se rënia e financimit të arsimit për shembull në 2021-shin, 2022-shin falni, ka qenë 2.9%. Sot që flasim është diku është 2.5, 2.5%, por në 2029-ën parashikohet të shkojë në 2.1%. Pra dhe ka rënë dhe pesha në buxhet, pra në 7%, mendohet nga 7.5 në 7%. Do të thënë, unë e bëra parantezën e prioritetit kombëtar. Nuk ka qenë prioritet kombëtar. Për fat keq nuk ka qenë prioritet kombëtar, nuk është prioritet kombëtar. Nuk është prioriteti duket në përmasën e investimit. Po si shpjegohet profesor, sepse ne kemi pas ministra arsimi në këto vite që kanë ardhur nga arsimi para universitar, fjala bie. Po nuk është problemi këtu. Problemi është, dëgjoni, politikat përcaktohen në Këshillin e Ministrave dhe pastaj transkriptohen në ligje në parlament. Në qoftë se një vend nuk e vendos dhe nuk e njeh domosdoshmërinë e prioritizimit të një fushë të një sektori, kjo nuk mund të ndodhë. Shifrat e buxhetit çdo vit. E dini sa duhet ta kishte buxhetin Shqipëria sot? Sot Shqipëria ka një buxhet përgjithshëm për shpenzimet publike sipas ligjit buxhetit miratuar 9 miliardë. Që Shqipëria të thoshte që unë e kam prioritet arsimin, unë nuk merrem me raportin e GDP-s, do të ishte të paktën 900 milionë euro. Pra, të paktën 10% të shpenzimeve publike. Nuk i ka. I ka diku aty të 8. Me këtë nivel që zë arsimi dhe shkenca në shpenzimet publike, nuk mund të zhvillohen këtë sektor. Tani, ju do thoni, në qoftë se ti do t'ja thuash dikujt sot, po ta kisha 1 miliard euro buxhetin për arsimin dhe për shkencën, ai që do të na dëgjojë thotë këta që kanë të çmendur. Sepse pyetja me njëherë që lind është çfarë do bëni me kaq shumë para? Kush mund ta bëjë këtë pyetje? Ata që nuk e njohin sistemin, nuk vinë nga sistemi dhe ka të ngjarë që fëmijët nuk i kanë në sistem, si nxënës dhe student. Se nëse i kanë, atëherë ata duhet kujtohen deputet apo qeveritar qofshin. Në çfarë gjendje janë shkollat në Shqipëri? Në çfarë gjendje janë auditorët e universiteteve publike në Shqipëri? Në çfarë gjendje mësojnë studentët dhe nxënësit shqiptar? Kot, pra, edhe ka ekonomi të sektorëve ndryshëm, ka dhe një ekonomi të arsimit. Dhe ai kriteri ose minimal që minimumi duhet të investosh 5% të GDP-s për arsimin që vërtet të zhvillohesh. Është për elektorale viti 2013. Është jo vetëm po në politikat ndërkombëtare të arsimit, ky konsiderohet një kriter i konfirmuar nga studime shkencore. Ose që ti të kesh një arsim të lartë që të pretendoj për cilësi, ai duhet zë shpenzimet për të duhet zënë minimumi 1% të GDP-s.